Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni me selamu alaikum. Me këtë përshëndetje islame ku paqja, mëshira e Zotit dëshirojmë që të jetë me ju kudo që jeni. Jemi me emisionin e radhës, emisionin e ri javor në studiot e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, emision që transmetohet çdo të ajtë nga ora 18. Emisioni jemi emëruar Fiku Hanefi dhe me qenë se si çdo javë jemi me profesorin e nderuar Mustafa Vendi Havollin, kemi shpalosur emisionet të tëra tema që kanë bëjnë me sunetin ose me hadithin si burimi fikut dhe kemi ardhur tek hadithi i dobët ose hadithi daif, siç e quhet në terminologjinë islame origjinale. Dhe në emisionin e kaluar kemi folur për metodat e përforcimit të hadithit të dobët tek muhadithinët ose tek dietarët e hadithit, ndërsa sot do të kalojmë tek përforcimi i hadithit tek fukahat ose juristët islam. Profesor, ty dëshirojmë shumë mirëseardhje me lutjet tona dhe gjithë atyre që na përcjellin dhe na emër tyre po lutem na për ju që t'ju shpërbej Zoti për gatishmërinë e juve që të shpalosni diturinë përballë shikuesve që ka të bëjnë me shkencën cilën ju jeni do të thotë profili i saj. Dhe kemi folur profesor i nderuar në emisionin e kaluar për përforcimin e hadithit të dobët tek dietarët e hadithit, në ndërlidhje tash me emisionin e sotëm që do t'ja kushtojmë përforcimit të hadithit të dobët tek juristët islam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wa ala alihi, wa man walahu ila yawmiddin wa ba'd. Normalisht, pak si ndërlidhje me trajtesën e kaluar, pasi që shpeshherë dikush kush e ndëgjon njënën prej trajtesave, ose nga përtesa, ose dejtë e gjonë edhe se mundet mos me na kuptua drejt nëse si përcjellë dhe emisionet sigurisht pse janë të ndërlidhura. Sidomos kur më shumë se një trajtesë kemi nda me trajtuar njëjtën çështje, siç e kemi tash rastin te hadithi i dobët. Për ata ai që nuk na ka kuptuar drejt prej fillimit që fjalën për hadithin e dobët që e kemi na nuk është fjala për hadithet e rrajshme, po siç i kanë ndodhur dietarët e mëdhëbit ton hadithet në 3 kategori, që parafërsisht është kjo ndarje e gati thujse të gjithë juristët islam. Ajo hadithet rivajete transmetime që janë të pranuara në formë të prerë dhe rivajete të cilat transmetime pejgamberit të cilat janë të refuzuara në formë të prerë, është hadithi i rrajshëm. Dhe transmetime dhe rivajete të cilat janë mes këtyre dyave, do të shpeshherë do të nënkupton këtë ose atë transmetimi nuk jemi bollë sigurt për shkak të elementeve ose që janë në rrugën e transmetimit ose vetë në tekstin e hadithit. Për ata, ajo që jemi munduar me sqarue mas pari ka qenë me post të qartë për çka po flasëm. Për ata jemi kanë munduar me sqarue me atë shembullin tonë që kemi pas tonë se hadithi sahih kur i plotën çdo kuzet është i shkëlqyer shumë me suksesin për shembull të shkollave të mesme, ndërsa hadithi sahih li ghayrihi do të sahih po me përforcues. Ka rrugë transmetimit që nuk është krejt sahih po me përforcues ngritet në rangun e hadithit sahih, për ata quhet muhadithin sahihun li ghayrihi, do të hadith sahih të mbështet në elemente jashtë tina. E kjo është sikur nxonësi që ka sukses shumë mirë. Pastaj është hadithi hasan, hadithi i mirë, që edhe në arabisht është i mirë. Sikur nxonësi që ka suksesin me tresh, suksesin e mirë. Pastaj e kemi hadithin hasan li ghayrihi, do të ky hasani i mirë, po është i mirë dhe i pranueshëm për shkak të elementeve të jashtme. Dhe prej këtu fillon ajo fusha e veprimit të trajtesave pejsi kemi emërtuar me hadithin e dobët 1, 2, 3 e kështu me radhë. Dhe prej këtu kjo është ajo rrofshi. Do të tash ne kemi hadithin qysh me nxjerr me kalu mjaftueshëm, sepse është mes mjaftueshmit dhe nxonësit që ka met në provim, jo atij që ka ngel. Atij që ka hup vitin, ai që ka hup vitin është hadithi i rrajshëm. Ndërsa na kemi fjalën për ata nxënës që ka metur në provim dhe praktikisht luftojnë qysh me
me kalu u i është dhënë mundësia dhe me tash afat shtesë, apo të flasim për elemente shtesë tash për forcues që ai me kalu. E tani ai amson vet për me kalu Londën. Londra që se merr vesh shkon edhe lyp ndim në kurse ndryshme sene, do të kishte janë ata përforcues që njëri përgatit veten për me kaluë, edhe këto janë përforcues tash të ngjajshëm në hadith kur hadithin neve mundohemi ose juristët islam edhe muhadithin mundohen me gjetë elemente të jashtme që ato me bot pranueshëm ose me kalu vitin ose me kalu atë vin që me veprua simbas tila. Këto përforcues praktikisht në trajtesën e kaluar kemi fol përforcues që i përdorin muhadithint, e që në realitet dietarët e hadithit, muhadithint, përderisa rrafsh i profesionit tyre, i studiuarit tyre është çështja e transmetuesve dhe rrugës së transmetimit, ata zakonisht janë përqendruar në këtë fushë, këtë rrafsh. Dhe prej këtu kur thonë muhadithint ky hadith po ngritet prej rangut i dopt në rangun i pranuar, hasan li ghayrihi, i mirë me elemente të jashtme, me përforcues të jashtëm, kemi të bëjmë zakonisht kur ka hadithi më shumë se një rrugë transmetimi. Dhe gjithherë ata e përmenin, edhe pse në praktik kanë herë çasin e kemi përmendur edhe Ibn Haxherin edhe disa prej dietarëve të tjerë që për fjala në praktike, sidomos kur është tash po them natyra e temës kërkon muhadithi me ngulm që me nxjerr hadithin të pranueshëm, e shohim që po mundohet edhe lodhet Ibn Haxheri tash musnedi Imam Ahmedit ka disa kritika që janë bërë prej dietarëve të hadithit. Do të më sasoj se ka edhe hadithe të rrajshme në musned e Imam Ahmedit, hadithe të dobta ka shumë, s'ka dyshim. Pa ka edhe hadithe të rrajshme apo nuk ka në musned. Ibn Haxheri ka një libër ku i ka dalë në mbroj musnedit të Imam Ahmedit, dhe normalisht për disa prej haditheve është dosht bajegi me rshit poshtë, me i kthye krejt rregulla që i ka përmendur si rregulla, në mënyrë që mos me i dalë hadithi i rrajshëm. Po kur ka probleme te dietarët e hadithit ka probleme kur ka ndërprerje në rrugë të transmetimit dhe kur transmetuesit ka defekte në rrafshin e të qenurit i besueshëm. Që nën kupton se besueshmëria te muhadithinët dhe te fuqahaja nën kupton me kon i besueshëm do të me kon musliman, me kon moshën madhore, me kon psikikisht të zhvendosh, dhe tash kjo që është shumë e rëndësi do të me kon fetarisht në nivel të pranueshmërisë. Që nën kupton me i kry urdhnat dhe mu largu prej ndalesave dhe bile edhe atë që është tani kapoku i kësaj të çdo musliman që kërkohet është mirësjellja, mos me kundërshtu shoqërinë dhe mos më dokën shoqëri me diçka që është e pahijshme, e lëmurue. Për ata në këtë pikë kur fjalat e aspekti fetar i transmetuesit, nëse ka do të kom është gatar i madh. La veritet alkool sane, rivajetet e të tija bien në përgjithësi. Falet, sagjeran, do të rivajetet, do të praktikisht mos kryerja urdhrave dhe kryerja e ndalesave bën që transmetuesi të bie. Për ata këto raste është rrugë transmetimit që nisin me konë se përforcojnë, nëse në çdo njëri ka që si transmetues, praktikisht nuk e përforcojnë njëra tjetrën edhe bien edhe te fuqahaja edhe te muhadithint. Po kur defekti është ndërlidhet me memorizimin, doptin për pikninën në transmetim, atëherë normalisht kjo çështje tash edhe mbosha bën veten, masanena vet zoti na ka krijuar të ndryshëm, dikush mban mend pak më shumë dhe është më i perfekt në atë që ndëgjon, dikush merr kop kuptimin e asaj po me fjalë të njëjta, nuk e thet këto, kush ka punuar në arsim e hetonte të nxënësit e tina, dikush çuçi që don fjalit i përsërit praktikisht njëjta ose çuçi në libër komplet. Dikush e kap kuptimin e asaj dhe ta ofron si kuptim. E për këtë na inshallah do ta kemi një trajtesë të veçantë lejueshmëria, a lejohet apo nuk lejohet transmetimi i hadithit, i kuptimit të hadithit, apo duhet gjithçysh tekstualisht hadithin, është trajtesë që do të merremi me to pak në të ardhmen, për arsye se edhe ajo ndikon
në hadith dhe në dispozita që mbështeten në hadithet caktuara dhe kemi me po që është një prej shkaqeve që ka divergjenca në mes juristëve islam për shkak të hadithit të transmetuar në format më ndryshme. Neve na duken kanë herë që teksti që është për fjalë që i ka përdor transmetuesi janë të ngjashme me atë tjetrit, po kur him i detalizuar na dolin që njëri prej transmetimeve nuk e nënkupton atë që ka transmetuar tjetri, tani kemi problem. Kemi problem. Po ato inshallah do të marrim me to. Mirë, po atë që deshta me thon tash për fillim është se dietarët e hadithit më shumë janë i kanë dhënë rëndësi aspektit të rrugës së transmetimit dhe transmetuesve dhe zakonisht kur ka elemente për me i përdor si përforcim numrin e shumë të rrugëve të transmetimit, atëherë duhet me kon transmetuesit praktikisht pranohet me kon që s'man me në bashkëmirë ose në ato i gjojmë rrugë dhe përforcojmë. Ndërsa kur ka të bëjmë me karakterin dhe sjelljen e tina dhe aspektin fetar, atëherë praktikisht nëse ka vrejtje të mëdha, është mëkatar i madh, nuk pranohet transmetimi i tij në asnjë rast. Kjo te hadith, ndërsa juristët islam normalisht kur fjalët e përforcimit i hadithit të dopt kanë edhe elemente të tjera. Në veçanti Hanefit, dietarët e mëdhëbit ton, edhe pse ato që i kemi përmend neve kur kemi folur për hadithin ahad, hadithin tash po them unikat e vetmuar, kemi thonë që te Hanefit përveç që duhet me thonë transmetuesit e besueshëm dhe me kon rruga e transmetimit e plotë pa ndërprerje, kemi thonë Hanefit kanë pasur edhe 10 elemente tjera që transmetimi i vetmuar nuk guxon me i kundërshtuar. Se përndryshe nëse i kundërshton bjen ndesh me Kur'anin, bjen ndesh me një sunetin mutawatir ose me sunetin mashhur. Kemi thonë, kemi përmend atëherë kur hadithi ahad transmetuesi nuk e pranon që ka transmetuar ose punon në kundërshtim me te, ose tematika e tij është që duhet më ndodh shpesh e transmeton versionin qysh, e kështu me radhë kemi përmend krejt ato elemente vlen edhe te hadithi i dopt që kemi tash. Për ata Hanefit e kurzojnë gjithashtu pranimin edhe të vepruarit, punuarit sipas hadithit të dopt, duhet komplet me i plotësue se përderisa e kanë kurzuar hadithin ahad sahih, atëherë çush mos më kurzue hadithi ahad i dopt. Atëherë është vlen gjitha ato kushte. Mirë, po ajo që është specifike që duhet me kuptue te Hanefit kur është fjala që zakonisht çfarë kemi dhënë rëndësi se neve na thuhet që edhe që ato pak hadithe që kemi hadithe të dopta, është normalisht. Kjo s'ka dyshim se që është të caktuara, kanë mund të interesua me rrit këtë farë çështje, me smallu këtë farë çështje, edhe pse kur të sqarojmë do çështje tash që do të mundohem më marr me to si pika të veçanta, do të shohim që përforcuesit që i kam pas parasysh Hanefit, kur është fjala te përforcimi i hadithit dopt dhe ngritja e tij në nivelin e hadithit të pranuar, jo që është vetëm i pranuar. Po kanë herë kemi po që jo veç Hanefit, po të tjerë kanë thonë se hadithet e tilla bëhet obligim të vepruarit me te që nënkupton janë të ngritura në rangun e hadithit sa i e disa prej tyre bile i kanë trajtuar jo veç Hanefit, po të tjerë si hadithe mutawatire, edhe pse nuk ka asnjë rrugë të transmetimit të shnosh. Do të me rregullat, parimet e muhadithinëve del hadithi i dopt. Ndërsa te juristët islam është i rangut që e ka specifikuar ose e ka anuluar edhe ajetin. Po. E tash hadithi i tillë, as mundu me thonë vëllai që është i dopt edhe Hanefit e kanë përdor, po jo, kemi hadithe të dopta që disa shembuj do t'i përmendëm në fund, po që është vepruar sipas tyre edhe pse muhadithinët nuk kanë mujt më i gjetë rrugë të shnosh të transmetimit, e që besa edhe plot për i muhadithinëve për hadithet të caktuara kanë thonë që janë të pranuara edhe pse rrugët e transmetimit janë me defekte. Kjo është normale. Muhadithinët kanë ardhur më vonë. Para veti kanë gjetë hadithet transmetuara. Edhe tash neve po na intereson se gjeneratat e mëvonë mos kam mjaftuar mu përmend hadithi pa rrugë transmetimit. Edhe tash para veti kanë një numër të madh të haditheve. Edhe i mundohet. Tash kjo i bjen sikur kur shkojmë në gjykatë edhe kanë herë da jem 100% që ka ndodhur ajo. Po s'mund me ofrua argument të gjykatës që me kone pranueshme ajo çështje. Çka bëhet? Vendimi i gjykatës do kundërnesh. Do të krejt e din komplet. Kërkush vjen me dëshmuar. Do të praktikisht as kemi provë as dëshmi që është ajo që ashtu.
Po mos pasja e provave nuk e bën atë të pa qenë. Po. Do ta e ka ekzistuar se ne po e këto e kemi për det. S'ka kush sepse na si popull i dhon më rëndësi pak shkrimit të marrëveshjeve, me dëshmitar, me sigurua, me sen komplet, e kur vjen puna në gjykat, vallai s'po bëhet kjo vargune pse si keni shkon ja dy rreshta bre, që ti ka marrë parët. Më rësha jo, ose që ke ble e ke shqit, sa ne kemi ble e kemi shqit, po s'kemi tash fakte për atë mabet. Ato jenë realizuar, jenë krye. Tash, qa mundohëm qysh me jabo me gjithë fakte që me faktu, me dhon argument që ajo që ka ndodhë në realitet. Ose është thonë në realitet. Kjo është prafërsisht të transmitimi. Do tash, muhadithin mu, jo për çdo transmitim, jo për çdo hadith të transmituar kanë gjithë rrugë të shëndohë, rrugë të shëndosha. Që ato rrugë të shëndosha tash, pëse hadithi ka eksistue, është thonë, është vepruar si mbastira, tash juristët islam kanë ofrua dhe argumente tjera, që me cilat e përforcojnë hadithin, e sidomos hanefit dhe e bojnë të, po jo vetëm hanefit, këto parime që do t'i përmenum, në inshallah në trajtesën e ardhshme do flasim edhe për methimet e tjera, do të shohim që janë shumë të përafërta te katër shkollat juridike. Megjithatë, profesor, me çan se në emisionin e kaluar kemi folur për format e përforcimit të hadithit të dobët tek muhadithinët, ndërsa tash tek fukahat, cilat janë ato format të përforcimit që i përdorin për me përforcuar hadithin e dobët? Te fukahaja të juristit islame, sidomos tash sot e kemi specifike vetë shkollën e Hanefive. Në rregull. Prej përforcuesve është kur hadithi i transmetuar është në ujdi me sunetin, praktikën që është praktiku, me Kur'an mas pari, ose është në ujdi me sunetin e pejgamberit alayhis salam që është i njohur, i përhapur me shhur, është bo. Është përforcues tjetër kur sahabët ose selefus salih, 3 gjeneratat e hershme, kanë vepruar simbas tij. Përforcues tjetër është kur përveç gjeneratave të hershme, juristët islam, shkollat juridike të gjitha e kanë pranuar si sunet. Dhe normalisht është ajo që është edhe te dietarët e hadithit, ajo kur për hadith ka më shumë se një rrugë transmetimi, edhe pse janë të gjitha të dobta, po nëse dobësia, defekti në transmetues nuk ka të bëjë me besueshmërinë, po ka të bëjë me përpikninë e transmetuesit, që është harresa, shkujdesi, do të kur transmetuesit nuk është i njohur transmetuesi, me gjhull ose me stur të hanefit edhe njëri edhe tjetri, kur ose transmetuesi përmendet hiç me emën, do të më mundu me gjetë, ose përmendet me emër, mirë po është i panjohshëm. Do të nuk ka, kur i thuhet i panjohshëm, kur përmendet me emën, më din kush është, i thomë që shuboj i panjohshëm quhet në shkencën e usulit edhe të dietarët të shkencave të hadithit, mustalah al hadith, transmetuesi kur nuk kemi vlerësues të transmetuesve i cili e ka vlerësuar pozitivisht ose negativisht. Kur kemi dy e ma shumë, atëherë veç bëhet i njohur dhe vlerësimi nëse është pozitiv, nëse është negativ, po gjithashtu bisundon mendimi që nëse rreth një transmetuesi ka mendime të ndryshme të vlerësuesve të transmetuesve, muhadithinëve të mëdhej, imamëve të hershëm të mëdhej, atëherë nëse se tash përsëri kemi kur kritikohet transmetuesi ose kur vlerësohet pozitivisht, ka njerë vlerësohet vetëm me një fjalë ose dy. Për shembull, thonë theka i besueshëm. Gajrë theka, s'është i besueshëm. Me truk i lënë mas dorës, dot. Tjetri thotë la ba'sa bihi. Nuk janë bon, ka përcen. Nuk si dhe, ju këtëbu hadithu, krejtën të termet cilat ka shkurt, po kanë rëndësit. Tash, kur këto i kemi rreth njëjtit transmetues, atëherë kemi të bëjmë me vlerësimin e pasqaruar. Do të kur thomë në i besueshëm, s'kum sqaruar pse është. Kur thomë i pa besueshëm, s'kum sqaruar pse. Nëse kemi vlerësim pozitiv për dikën, po kemi vlerësim negativ, po të sqaruam pse negativ, atëherë të dietarët e mustalah al hadithit japet prioritet
atij vlerësimit që është i sqaruar, në këtë rast vlerësimi negativ. Kështu që janë tjerë holla pa këtu, po na po mundohem mos me rrit këtu në nivelin e profesionalizmit, do të më fol vetëm për imam, po më fol ka pak edhe për edhe për xhamat. Kështu që është njëna pej do të pej përforcuesve të Hanefit gjithashtu është kur hadithi i dopt transmetohet dhe prohet sipas tij kur transmetohet dhe përforcohet pej ma shumë se një rrugë të transmetimit dhe ato rrugë të transmetimit nuk kemi në te që dikush që është vlerësuar si gënjeshtar, rëndë, ose si fasik, që nën kupton ati cili është i prishtur në moralin e tina, ose disa përmenin edhe si bidatxhi, e që fton në bidatin e tina. Se na kemi dikush që bidatxhi zakonisht të dietarët e hadithit hershëm nën kuptojnë sektet që janë paraqit atëherë si Mu'tazilet, Kaderijet e ngjajshëm, se ne ka pas për tyne havaris të ngjajshëm, ka pas për tyne që kanë transmetuar hadith, po nëse hadithi, tematika e hadithit nuk ndërlidhet me bindjet e tyre. Kur lidhet me bindjet e tyre, ka mundësi që me shpif diçka edhe për me ndihmu bindjen e tyre. Kur hadithi ka tematik tjetër që nuk përforcon bindjet e tyre, atëherë ka shumë prej dietarëve të hadithit që i kanë pranuar edhe transmetimin e atyre rrisimtarëve ose bidatxhive që na kemi fol në njënën prej trajtisave tona më herët jemi munduar këtë çështje mundon transmetimi i sahibul bid'a, që është pse dietarët e hadithit me dobësojnë praktikisht hadithin që ka transmetuar fakihu, ndërsa ato që ka transmetuar bidatxhia janë shumë pranueshme dhe për tyre kemi thonë që ka kësi bidatxhi shkollën, po ari edhe në muslim edhe për i transmetuesve që këtyne sekteve dhe kemi përmend pak ma detajisht. Do të këta jenë përforcuesit parafërsisht, për se cilin do të mundohem na me përmend specifikat dhe faktikisht këto format e përforcimit e Hanefit. Si qëndron çështja profesor që është pak më ndihshme që ndoshta do t'i kushtojmë edhe më shumë sharrime rreth aplikimit të hadithit të dobët kur ka mbështetje në Kur'an ose në Sunet ose në ixhma ose në forma tjera që muhadithin të llogaritin ja çesin pikën faktikisht të dobët, por fuqahat punojnë me të. Tash shpeshherë na për shembull njërin prej haditheve që e përdorum që janë munduar muhadithin shpeshherë me thonë që është mursal edhe i dopt. Edhe pse në realitet nuk qëndron ashtu se hadithi ka edhe rrugë të pranuara që nuk janë mursal, nuk janë të shkputura, po janë të plota. Hadithi që neve e përdorim kur është fjallat e këndimi i Kur'anit në namaz i xhamatlit mas imamit. Do të sipas mëdhëbit ton, ai që falet mas imamit gjatë qëndrimit në kom nuk lexon Kur'an, që do të as e lexon Fatihan, e as nuk e lexon surën mas Fatihas. Këto krejtë kemi të mbështetur në hadithin e pejgamberit alayhis salam, men kana lahu imam fa qira'atu imamihi lahu qira'a. Men kana lahu imamun fa qira'atu imamihi lahu qira'a. Ai i cili ka imam ose falet mas imami, leximi i imamit të tij është lexim edhe për të. Se na dim definitivisht që ka hadith që s'ka namaz pa Fatiha. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fa salatuhu khidajun. Do të hadithe që përmenden që është kusht mund lexue Fatihaja. Hanefit kanë thonë kemi këto hadithe dhe këtë hadithet kur kemi hadithe të kësaj natyre do të munduam me gjetë formën e bashkimit të tyre. Me vepru me gjitha që mos me qita asnjë hadith prej lojës. Për ata kemi hadithe po që s'lexohet pa Fatiha, kjo vlen për ato që falet vetën. Dhe ai që falet me imam, këtë punë kryen imamit, për ata na nuk thom forzën që falim mas imamit është pa Fatiha, po e lexon imami Fatihan. Edhe në xhamatin po pse xhamati jo? Për arsye se na e kemi një hadith që pejgamberi alayhis salam na ka thonë men kana lahu qira'a fa qira'atu imamihi lahu qira'a. Ai që ka imam leximi i Kuranit nga imami është lexim edhe për xhamatin. Po hadithin nuk është i rongut të haditheve që flasin se s'ka namaz pa Fatiha, s'ka kur të keqe. Hadithi është i pranueshëm pse ka mbështetje në Kuran dhe mbështetje në Sunet. Që është i transmetuar edhe si mursal, edhe po ka mbështetje
edhe në Kur'an. Normalisht bile për to se tash kur po lexojmë mendimet e dietarëve të tjerë, Ibn Taymija për këtë hadith thot në Fetava, volumi 23, faqe 271, من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة. قال ابن تيمية وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا. Ka hadith është transmetuar edhe si mursal, që do të më shkputin fillim të rrugës së transmetimit dhe është me rrugë të plot deri te pejgamberi alayhis salam. Mirë po, aktharu aimet thiqat, shumica e transmetuesve të besueshëm e transmetojnë si mursal pej Abdullah ibn Shidadit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, disa e kanë thonë ka rrugë të plot dhe kanë përmend deri te hadithi deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çfarë thot vërtet se wa hadha al-mursal qad عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين. Kujdes. Çdo nëse mursal, nëse çu doni thani, ky hadith Ibn Taymija e përforcohet duke u mbështetur në Kur'an dhe në sunet pejgamberit alayhis salam dhe simbasi kanë vepruar shumica e dietarëve prej sahabëve dhe tabiinëve. Gjeneratat e para e kemi qështu. Për ata kur po them rivajetet kanë herë, po rivajetet janë më vonshme. Hanbelit dhe Shafit dhe Hanbelit nuk mbështeten me rivajete. Na e kemi praktikën. I paraprit. S'mund me refuzuan për një rivajet praktikën që është praktikuar. Për ata Ibn Taymija pranon që jemahir ahlul ilmi min as-sahaba wat tabi'in. Dhe ky si edhe nëse e konsiderojmë si mursal, po wa mursaluhu min akabir at-tabi'in. Është pej tabiinëve të mëdhenj, është gjithashtu i pranu. Se s'ka logjik me transmetuar pej tabiinëve tjetër zakonisht, po pej sahabi, se ka përmend sahabin, s'ka kur faranësie, se sahabët janë tonë të pranu, shumë të besu. Wa mithl hadha al-mursal yuhtaju bihi bi ittifaq al-a'immat al-arba'a. Mursalet sikur kjo bëhet janë pranueshme te katër imamët. Te katër imamët. Kështa, se po një kanë erdhur të fetva që më ne dhon, a me lezu Fatihan, a mos me lezu Fatihan. Po. Fatihaja ka hadith sakt, po ka hadith që zban, po o kryen rregull jam. S'ka namaz pa Fatiha, vlen për ato që është vetun dhe vlen për imamin kur falet me xhamat namazi, sepse hadithi e ka specifikuar men kana lahu imam. Tematika e këtij hadithi, s'punë më thon vullai jo, tematikë kjo po flet veç për imam vllak. Ai hadithi që s'ka namaz pa Fatiha po flet për namazet në përgjithësi. Kështu që hadithi që flet tematika është specifike e specifikon kuptimin e përgjithshëm të hadithit ose haditheve të tjera. Çfarë Ibn Taymija ka mbështetjen në Kur'an dhe në Sunet. Kuptimi i përgjithshëm i Kur'anit ndihmon i teksteve kuranore. Pikë ajeti wa idha qur'an hudba jethara wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhe kur lexohet Kur'ani, urdhër Kur'an. Fastami'u lahu wa ansitu. Al-istima' wal-insat s'ka gjë sa kërkosh me pranues ndryshe valla bën me lexuar maksimumit. Bën me lexuar kur lexohet Kur'ani. Ja, kur lexon imami Kur'an do të më dëgjoj gjithçysh. Se të lexohet Kur'ani për tonë lengjo, për namazin speciale, ha? Për ata, a e lexojmë Kur'anin, na edhe shuim, heshtum, edhe ndëgjojmë me vëmendje. Se fjala istima është ndëgjim me vëmendje dhe përcjellje me vëmendje. Dhe ansitu, kjo është me ndëgjuar mos me buzhu, se me buzhu rëmbet. Ndërsa hadithi është hadithi që transmeton Imam Muslimi pej Ebi Musa Ashariut, رضي الله عنه بيغامبر سلام خطبنا انا كما لجروا بيغامبر فبين لنا سنننا نك جروا السنيتات وعلمنا صلاتنا نك قالنا موزنتون فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم كنا فولي دريتوني الصفات ثم ليؤمكم احدكم اذا شدن يونن امام فاذا كبر فكبروا قلت الله اكبر هذا يثوني الله اكبر ما استيلا. Dhe në disa rrugë transmetim të Imam Muslimi wa idha qara'a fa ansitu. Ta ko lexon hashni. Ja lexoni. Ashtu që për ata Ibn Taymija po të ka mbështetje edhe në Kur'an edhe në Sunet. Në Sunet edhe në praktikën e gjeneratave të vjetë. Për ata hadithi i tillë, edhe nëse kanë mengjit edhe pse s'ka vërejtje edhe në rrugë transmetimit praktikisht, po
përderisa thonë valla që kundërvyet hadithet më të fortë, që kundërvyet kjo kur ka mbështetje edhe në Kur'an edhe në Sunet, edhe në praktikën e gjeneratave të sahabëve shumë dhe sahabë. Njëri prej shembujve kur hadithi mbështetet edhe nëse se ka rrugën e transmetimit ballë të fortë, ka mbështetje në Kur'an edhe në Sunetin e përgjithshëm, atëherë praktikisht merr forcë dhe konsiderohet i pranueshëm dhe obligohem me punu sipas tina me punu. Atë kësaj rasti ngritet në nivelin më të lartë, nuk bëhet që pranuam. Po bëhet obligim për ata ai i cili sipas mëdhëve ton, mas imamit lexon është mëkatar. Kur lexon imami, duhet me hesht. Është vajib, është pe obligimeve të namazit janë në formë të prerë. Do të kjo është një prej shembujve kur hadithi nëse është nivelin e duhur të rrugës të transmetimit praktikisht ka mbështetje në Kur'an dhe në Sunetin e praktikën e përgjithshme dhe Sunetin e praktikuar të gjeneratat e hershme, atëherë hanefit e pranojnë pa problem dhe veprojnë sipas tina. Do thotë me kjo sa i përket pikës parë që pyete, që është më bëj pranueshëm hadithi për shkak të mbështetjes në Kur'anin e Madhërisëm. Nëse bjen ndesh, edhe nëse është sahi, hanefit e refuzojnë. Sepse s'ka forcë hadithi ahad, nëse është sahi, jo më i dobti me kundërshtuar Kur'an. Tash sa i përket tek Suneti që ka mbështetje ose tek ixhmai, është ngjashme po si ndonjë shembull të veçantë? Mund me prodha një shembull për to që i tham. Po, për shembull. Te ixhmai na kemi për haditheve që i kam përmend dietarët e mëdhëbit ton, Imam Serhasiu rahimahullahu taala, Gjassasi gjithashtu, kur kam përfol për hadithin la wasiyata li warithin. La wasiyya lil warith. Kuptimi i hadithit është se më herët në fillim kur ka vdek dikush, tematika është testamenti. Praktikisht testamenti fuqizohet sikur pasuria trashëguar mas vdekjes së lëndësit të testamentit ose kur desë trashëgimi jap kalon te trashëgimtarët. Mirë po, në fillim ka qenë e drejtë e çdo njeri që ka pasuri me e lënë testament një pjesë të pasurisë së tij edhe për të afërmit. Do thotë e veçon djalin me një pjesë, njërin prej djalëve, ose babën, ose vajzën, ose me një pjesë të pasurisë. Kur në shpall ajetet e trashëgimisë në detalizuar çështjet, pejgamberi alayhis salam e ka thonë këtë hadith i cili i paraprin inna Allaha ta'ala a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata li warithin. Allahu ja ka precizuar sasinë e secilit në trashëgimi dhe prej tash nuk ka testament për trashëgimtarët. Që do thotë kur don me elon dikush një pjesë të pasurisë që është e përkufizuar në një tretën më shumëti, për dikenin ai që ja lën testament nuk guxon me kon pe atyre që ka drejt në trashëgimi, do të më kon më i lartë. Nëse njeri ka fëmijë, kushtimisht edhe babën e nënën edhe gruan, do të ka trashëgimtar, një pjesë pasurisë vëllau s'është tash për trashëgimtarëve këtë rast. Ose nipi, ose një shok, ose shkollës, ose për rrugë, ose për spital, do të milon një pjesë të pasurisë, atëherë ka drejt dhe një tretën e pasurisë, po ajo fondi që ka me marë, ose individi që ka me marë, nuk guxon me kon pe i trashëgimtar. Kështu që është specifikuar që mos më llogarit konflikt interesi atë. Po nuk i li trashëgimtar, se ajo po bashkë që ashtu ajo shpesh ka din me kon mollësherja e lëmë më shumë, pse kjo më mirë se ne dhe armësia në mes të afër me fëmijëve vëllezër, kështu që është ndaluar në formë të teksti hadithi për cilin po flasum. Po. S'ka asnjë rrugë transmetimi ç'nosh. S'ka asnjë rrugë transmetimi të ç'nosh. Do të sipas edhe si i tillë të madhin do është i dobët. Hadithi i dobët. Po. Me po te fukahaja, te juristët islam, të gjitha shkollat punohet me ta. Pa përjashtim veprohet sipas tina. Për ata ka ixhma konsenzus të plot të juristëve islam, gjitha kurrave që punohet sipas ti hadithi.
për ata Imam Shafiu edhe të tjerë të kanë thonë është prej haditheve që s'ka nevojë për rrugë transmetimit. Prej këto thot Imam Serhasiu për hadithet këtë thot la wasiyya li warithin hadha hadithun mashhurun talaqathu al-ulama bil-qabul wal-amal bihi wa nasakha al-kitab wa nasu al-kitab jaizun bimithlihi. Kjo është diçka sironku që kanë pranuar kreditor dhe kanë vepruar sipas tina dhe nuk është mo vetëm edhe pse hadithi do valla veç bën me punuar me te, po është obligim puna me te. Dhe është i nivelit që e anulon edhe ajetin çasi rongu ka ky hadith edhe pse s'ka asnjë rrugë transmetimit të pranueshme. Normalisht ka herë për ulemon kur po i përmendum Serhasiu ose Serhasiu është njëri prej dietarëve të mëdhtë me thebit që kemi, është dietarëve ma jo shtkon i shquar me nxonje përmendsh. Për ata që e kanë po me Psutin, që është libri prej librave tina, se ka libër në soli feke, ka libra sot dush, po prej librave të mëdha tina është El Mabsut. Pse për përmenu me Psutin, se është prej librave më të gjëra të fikut islam në tona me dhejbet. Shumë i madhë. Bele me bëtu me këto format që është po bëtu në tash libra në Saudi, del një 4-50 volume. Për shkak se u shkua edhe ti kryetarit e mirit, ja këtë rjek vrejtin se ka nisë me bo zullëm dhe padrisi në vendime, ai u hidropi tina dhe ka morë vendim me e Burgos. Forma e Burgosis është konë bunar pa ujë, që të kanë qelë gropa, në altë ka posat rëshetin e hekurit që mos me mujtë me dorë, në pjullë dhe që aty unë forma e burgët. Po për i presionit të nxonsave dhe hoxhallarëve, dietarëve, ka pranue që nxonsat me shkue te gryka e bunarit dhe me marrë mësimin, me vazhdue ligjëratat. Dhe prej këtu ka fillue me shkru me Psutin, ai ka folë për i poshtit, nxonsat e kanë shkrue, dhe është dalë që ai libri shumë volum që është më shumë se 20 volume tash. Po, do të shkru krejt për i memorjes. Dhe në shumicën e meseleve përmen edhe me thebin e Shafive, në disa edhe me thebin e Malikive, dhe përmen argumentimin e çdo me thebi, krejt për i memorjes. Pse kur për i përmenin do, na jena mësu me ndëgjuhet disa për i djetarve, që na jem but mllaj edhe kur po përmenet ka thonë filoni edhe kry mabit. Jo, na po flasim për dietar që këta s'qen për akademik që këta dietar të mllaj që i kanë të kësaj kohe mbrëmë sidomos, janë si nxënësat e shkollës fillore në raport me akademikët. Po flasim për çasi ulemosh pa ma mdyshje do të skem kur fa droje që po bëjmë këtë krahasim kaq më dallim me diferencën në këtë çështje. Për ata ose Imam Kasani kur ka thonë për këtë hadith, thotë ky hadith praktikisht i gjason sepse mutawatirin të kemi dy kategorish, mutawatirin që është në rrugë transmetimit dhe mutawatirin që është bërë gjenerat mas gjenerate kuptimi ose hadithi pa rrugë transmetimit, po e kanë bërë gjeneratat. Imam Kasani për ata që guxon më refuzue. Imam Kasani kush është? Imam Kasani është autori i Badai us-Sanai, tash ofiqen Nofkën e ka pos mbreti i dietarëve. Tash po flasëm kërkush gati pjezulore se një të na. Fatkeqësi e madhe, që shto e kemi me thebin edhe se njohëm. Flasëm për të rifar djetarë që i kanë shku ka gjysë libra, ose i kanë shku librat e tyre për CD-ve dhe kasetave të inqizura, se s'kanë shku kur liber, përsa na po flasëm për djetarë që në kohën e tyre, që është bo me gishtë, po është trajtua si mbreti i mbreti i djetarëve. Kështu i tillë është Imam Kasani që është një për djetarë matë moja, fakife matë shuar për Allahu. Faleminderit shumë profesor për këtu. Me që në mbeten edhe do, po në kemi edhe dy çështjet e Hanefit. Çështja e parë është ajo që jemi mësuar me edhe te muhadithin të kemi po, kur hadithi për shkak të rrugëve transmetimit që ndihmojnë njëra tjetrën konsiderohet i pranueshëm, dhe kur dietarët tham te muhadithin do të thotë po dietarët kanë vepruar, juristë islami kanë aplikuar dhe kanë pranuar dhe kanë punuar simbas tina. Këtë pikën normal që Hanefit kanë thonë
që hadithi rrugët e transmetimit të përforcojnë njëra tjetrën, s'ka dyshim. Ato e ka thonë kush don Ibn Humami, e ka thonë shumë dhana, do të kush e lexo Fethul Qadirin e gjon me 10 herë. Pe tyne është volumi i dytë se është një farë standard një botim, s'kum po halo që ka dalë botim tjetër, është volumi i dytë faqe 128. Pe tyne thot Ibn Abedini, thot lejse kullu hadithin dhaifin batil, nuk është çdo hadith i dopt i papranueshëm, pa vlefshëm. والضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الحسن. Por hadithi i dopt kur ka më shumë se një rrugë transmetimit ngritet në rangun e hadithit të pranuar. Këto kemi pas si shembull kur kemi fol më herët të anefit që të qeshurit me zonë në namaz e prish namazin ajo, ne kemi pas që hadithi transmetohet më shumë se pej 12 sahabive. Edhe janë edhe 4 rrugë të hadithit mursal, do të kemi një 2-13 rrugë të hadithit. Po, e që ato më s'mundë me thonë, vëllaj, që hadithi nuk ka përforcuar ose nuk është i rrugë të pranueshëm, sepse rrugët i ka të do. Ndopta se janë shumë rrugë dhe ato përforcojnë njëra tjetrën dhe sipas kësaj metodologjie që e përdorin edhe muhadithit dhe fuqahaja, hadithi ngritet në rrugën e hadithit të pranuar, edhe pse na kanë njerëz që marrim në rrugë transmetimit dhe thotë ky është i dopt. Kur i shohim hadithin për shembull, merre cilën do të vlerësues së bashkëkohor të hadithit. Marrëm tonin Shuaibin, që i Shuaibin, dietar ma trongut ma të nalt. Cilën do për i librave që i ka punue, më vonë, lash mërë Sunenin e Tirmidhiut ose El Jami El Kebir që ka quajt, e ka përzet që do ka thonë që kjo është emni, që ja kanë gjitë Imam Tirmidhiu. Se i njohtën me emnin Sunen e Tirmidhi, El Jami El Kebir. Ose Sunenin e Abu Dawudit, që gjithashtu kanë, ose Sunenin e Ibn Majah, to të rria janë punua dhe ndonë në emën të tij dhe komisionit nxënësat që i ka pas në mbikëqyrje. Gjojmë me qindra hadithe, jo me 10. Më shumë mirë ku hadithi është hasanun li ghayrihi wa hadha isnadun dhaif ose hadha hadithun dhaif. Ky hadithi është rrugën e trajtimit kod dopt. Po hadithi në realitet është hasanun li ghayrihi, sepse kemi elemente shtesë rivajete rrugë tjera të cilat do të na po flasim me qindra hadithe ku praktikisht përmend që hadithi me këtë rrugë transmetimit është i dopt. E çfarë është e keqja? Ka do libra që se përmend se është hadithi i dopt. S'ta përmend që është punë e hadithit. Dhe s'na ka përmend çat rrugën. Abu Dawudi transmeton me rruga e transmetimit të dopt është kanë thonë në fitë na del hadithi dopt. Jo, kjo është vlerësim shkencor. Vlerësim shkencor është kur praktikisht gjitha rrugët e hadithit i mbledh dhe sheh a ka elemente me përforcuar njëra tjetrën, dhe nëse ka elemente, atëherë praktikisht kryet puna. Po nëse ka përveç këtij elementi edhe kanë vepruar gjenerata të hershme ose juristë islam kanë punuar si bastina, atëherë praktikisht në kësi rastësh hub vlerën rruga e transmetimit edhe nëse gjejmë na veprojmë si bastina, e për këtë unë kisha posë mja pu dë shembuj, po përderisa tematika është pak më e ndjeshme, na merr pak ose disa kena marrë kohë. Po faktikisht jemi shku 40 minuta pa. Po atëherë mendoj që kjo temë se shumë mendoj me marr për shembull Tirmidhin si shembull. Dhe më nxjerr disa prej shembujve, jo të gjitha, ku Imam Tirmidhiu përmend që hadithi është i dopt. Hadithi është i dopt. Mirë po dietarët wa alayhi al-amal inda ahl al-ilm. Po sipas tina kanë vepruar dietarët. Hadithi është i dopt, sipas muhadithinëve. Qartë. Ndërsa sipas juristëve islam, hadithi është i pranuar se kanë punuar sipas tina që del, që muhadithin s'kan mujt me gjetë rrugë transmetime të shëndosh. Mirë po sipas atij hadithi veprohet dhe kanë vepruar dietar pe kohës së sahabëve këndë. Atëra është hadithi i pranueshëm edhe pse sipas muhadithinëve është i dopt. Po është i pranueshëm bile në shumë raste nuk kupton nuk është veç i pranueshëm muhadith. Po bëhet obligim të vepruarit sipas tira sepse është nivel që ka kundërshtuar kërkushi as për sahabëve as për tabiinëve, që kjo vetë është faktike se hadithi është sahih, edhe pse nuk kanë mujt me gjetë rrugë, po. Kjo është ajo që po e lëm më mirë për javën tjetër. Që mos zgjeru më shumë faktikisht edhe me shembuj. Për arsye se kjo është njëra prej çështjeve që ka nevojë se kur po e lexojmë
hadithi dopt edhe më njëherë pëqesëm Që është po problematika. më njëherë do të lexon pak tekstin nalt, po shumë fusnot. Hadithi është i dopt, më njëherë thum harrojem shija të tjetër që është nalt. Pse? Sepse pas ka thonë filoni ose falloni hadithi dopt. E kjo është faktikisht me argumente praktike në del so e domshme është ajo që ndarja që kemi thonë më herët ju ka duk disave që po thonë me modhe që është bo peshe i Albonit ndomja haditheve të dopta dhe nxjerrja prej librave dhe botimi i veçantë. S'ka asnjëherë muhadithin nuk e përdor hadithin e dopt, nuk e shtin në libër të veten pa pas element caktuar, pa pas interes caktuar, pa pas do të ai kur e ka përmend aty e ka përmendi ose dobi caktuar. Po dobi të caktuar. Pra ata qysh thot Imam Dhahabiu kur e përshkruan Sunenin e Abu Davudit thot gjysma e tij praktikisht gjysma e haditheve në Abu Davud janë edhe në Buhari dhe në Muslim përbashkëta. Dhe një pjesë tjetër e këtyre haditheve janë rrugët e transmetimit janë to, po janë rrugët e transmetimit pranueshme sahija. E një pjesë tash po në pjesës e gjysës thot janë ato që i ka quajtur isnaduha salih. Rrugë transmetimit e mirë. Çka ka thonë Imam Dhahabiu po sqaron terminologjinë e Abu Davudit thot kur hadithi edhe pse rrugën e transmetimit e ka me defekte, po ruwi ala wajhin min wajhin akhar. Është transmetuar edhe për një rrugë tjetër që e përforcon dhe e bën të pranueshme. Për të nuk mund të vëllai një tretën e Abu Davudit ose një të katërtën gati e kemi gjuhë dhe kemi qitë prej lojës. Ose të njëjtën punë kemi bërë në Tirmidhi. To në halov më shumë hadithe dopta. Pse me i largue? Të shkruaje vet. Ajo që ka shumë për shembull silsilet e haditheve sahih është në rregull se ajo është mendimi jam punoj vet. Silsilet e haditheve dhaife wal mawdu'a është mendimi jam është okay. Ndërhyrja në librat e dietarëve të mëdhej dhe sakatosja e tyre, sunetimi i tyre të bosunet, kjo është operim që çorëdit libri dhe ja up efektin për cilën, sidomos për shembull se këto Ibn Majah ka hadithe plot dopta. Është të çuditshme që kanë futur në koleksionin e gjashtë. Po këto të tjerat zakonisht nëse hadithi është shumë i dopt, ja për shaj pe i autorit. Imam Tirmidhiu vetë ka kallëzuar. Se ka vlerësuar çdo hadith thjesht. I pranueshëm sahih, hasanun sahih, termet e tina specifike me të cilat është mirë kanë herë më marr me to që me pas më të qarta. Sa ai i pari thujse ose pe i të parëve edhe pse ka disa që kanë i pari, s'është ashtu. Është i pari që ka përdorur termin hasan, s'është ashtu. E kanë përdorur edhe para tina, ka punime për këtë çështje që se kanë pranuar për shembull atë që thot Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim al-Jawziyja se praktikisht është i pari që e ka përdorur këtë. Jo, e kanë përdorur edhe par tekstualisht me hadithin hasan. Edhe tekstualisht se dhe më thonë vallai po hadith hasan po i kanë thonë por hasan edhe sahih ja s'është një. Sepse ai ka pe autorëve më herët që kanë kallëzuar që ky është sahih, ky tjetër është hasan, që nën kupton është nën termin sahih, e që është prafërsisht ajo që ka bu Imam Tirmidhiu e ka praktikuar më vonë. Po çdo formë ndërhyrjes në Tirmidhi ja humb efektin e librit, synimin e autorit. Po, dhe e cungon atë. Edhe e bën jo efektiv. Për ta i ka nevojë mos sharrue, më komentue, mos ani po, ndërsa më ndërhymet po e lehtësoj në emën të asaj, po e lehtësoj, jo. Ai nuk është për lehtësim, për me lehtësuar shkruaj vet. Formën më të lehtësimit edhe shkruaj, ndërsa jo me e sakatosli, se çfarë po don me bë me këtë, po don me marr famën e autorit edhe me shti personalitetin e vet dhe mendimet e veta me mbështetjen e. Po ajo nuk është jo me vën vallahu alem zotina zoft neve të tjerë dhe na fol neve edhe të tjerë dhe wallahu alem zotë më së miri. Faleminderit shumë profesor për këto sharrime. Shikues të nderuar, ky emision pra transmetohet direkt në rrjetin social në Facebook në emër të Bashkisë Islame të Kosovës dhe mbetet aty, kështu që nëse nuk mund ta përcjellni direkt mund të shikoni këto emisione edhe më vonë. Deri në javën e ardhme ju përshëndesim dhe mirëmbëjtje.